që pas përfundimit të rrugtimit të saj në shtëpinë të famshme, Brikena Selmani vazhdon të marrë mbështetje dhe vlerësime nga fancat e saj. Në mesazhin e shkruar për të, fancat e përshkruajnë Brikenën si një vajzë të fortë me zemër të madhe dhe shpirt luftarak, duke theksuar se pavarësisht sakrificave dhe vështirësive, ajo ka ecur përpara me dinjitet, guxim dhe besim të vetja, duke u kthyer në frymëzim për shumë vajza. Në vijim të dedikimit, ata ndalen dhe te personaliteti i saj, duke theksuar se Brikena ka arritur të ruajë ekuilibrin mes forcës dhe ndjeshmërisë. Sipas tyre, gjithçka që ajo ka arritur deri më tani është rezultati i punës, përkushtimit dhe një elegancë që, siç shkruajnë ata, nuk blihet por ndërtohet. Po ashtu shprehin bindjen se sukseset e deri tanishme janë vetëm fillimi i një etape edhe më të rëndësishme në jetën e saj. Në fund të mesazhit, fancat shprehen të bindur se ardhmja e Brikenës do të jetë ndritur dhe se do të vazhdojë të arrijë edhe më lart, ndërsa theksojnë se ka shumë njerëz që vlerësojnë për atë që është, pa kushte. Brikena ka ndarë këtë surprizë dhe me ndjekësit në rrjetet sociale duke publikuar foton e trofeut dhe dedikimin e plotë që është bërë nga fancat e saj. Ti je shembulli më i bukur i një vajze të fortë, me zemër të madhe dhe shpirt luftëtar. Ke kaluar shumë sakrifice, por asnjëherë nuk e ule kokën dhe nuk lejove që vështirësitë të thyenin. Me dinjitet, guxim dhe besim në veten tënde u bëre frymëzim për shumë vajza. Ti tregove se forca vërtet nuk është të mos rrëzohesh kurrë, por të ngrihesh çdo herë edhe më e fortë. Vazhdo të ecësh me të njëjtin karakter sepse meriton respekt, dashuri dhe vetëm gjërat më të bukura në jetë. Ti je kënaqëri dhe shembull për çdo vajzë. Të dua shumë. Ishte mesazhi që fancat kishin shkruar për Brikena Selmanin.